Mirë po, atë në atë kur ma përmensin aftësinë e kufizum, më kanë një ngurë, nuk u mujtë me folë, s'kishim për kraj, kuptohet ajo. Këtë çiftëliat i më shojshin në komunën Karrikit, dikujna i pengoj ka jo. Do më thonë, çdo sen ka pengu të unë aftësia kufizum. Aftësia ime kufizum ka fillu që nga mosha 14 mush, kur kanë fillu atëherë, i thata që i thojshim në atëherë, më thonë paraliza fëmijë. Dhe në spitale këtu pari, pasaj në gjatë të nanën në Beograd ishtë në pranojti, në atë kohë, pasaj këmë shku në spitalin në Shkup, aty 3-4 vjetë këmë qëndru, spitali fizioterapeutik, edhe aty pak jam njëllë në atë, si të themi. Edhe aty këmë fillu të në me shtaka, po aty ka qenë edhe një e keqe që Shqip nuk këmë ditë hiq, sa që në të qojshin parashkollor Macedonisht. Aty këmë su emrin në temas pari Qirilice, me shku emrin Ismail. Pasaj në 7-3 patarë për i spitalit, klasën e partë, në klasën e 3, nuk këmë ditë me lexua, qashtë që ka sënduë Macedonishtet e une. E kom të kryu në shkollën fillore, po edhe të mesme këtu në Tiranë, shkollën e mesme ekonomike komerciale. Vitet e para të jetës i kishte kaluar në spitale jashtë Kosovës, duke kërkuar shërim. Kjo i kishte rezultuar që me të kthyer në Kosovë, në klasën e parë, ai nuk kishte ditur asnjë fjalë në gjuhën shqipe. Unë zakonisht me Patrica ku me jetë atëherë, edhe këtu fati ku më pas shkollën fillore këtu afër edhe gjimnazin. Po atëherë nuk kena pas fort atë drejta tash. Edhe atë pensionin atëherë shumë kohë ka shku te sa kena mujtë me shfrytzu ato se nuk na pranojshin, çka di unë kohën e Jugosllavisë morën atë kohë. Dhe në 87-88 kom punu një vit me një organizatë tregtare në kontabilitet, vetëm një vit, ma tepër nuk u morën. Dhe në fillore kam fillu me aktivitetin muzikor si instrumentist në qifteli. Mirë po, atë në atë kur ma përmensin aftësinë e kufizum, më kanë një ngurë, nuk u mujtë me folë, s'kishim për kraj, kuptohet ajo. Këtë qifteliat i më shojshin në komunën Karrikit, dikujna i pengoj ka jo. Ma shkojt një 2-3 vjetë, në shkollë të mesme këmë fillu në shoshnin një Jehona. Edhe aty me qiftelia, po i njojt i avaz, edhe aty mu përsërit. E shisha të zotnin atje i më shojke daullës me një qoshë, më Karrik, edhe unë mësova daullës. Mirë po aty fillun. Jo, do më thonë, çdo sen ka pengu të unë aftësia kufizum. Një këtë botë antari, një shoshnin du të më interesu talenti, ju më konë parazit. Mirë po i ka pengu që ajo edhe Dëshira për të qenë instrumentist, për të luajtur me qifteri dhe fyell, kishte qenë e lindur së bashku me të, anipse antarësimi në shoqata dhe luajtja me këto instrumente kishte qenë shumë vështirë e arritshme, pasi që kishte edhe njerëz të atill që e kishin penguar këtë.